Një prej pacientave, prej shumë pacientave që kanë qenë, është edhe një hero tjetër i gjallë, Paul Saladin Rafzal, me cilin kemi thirrë ekstra bashkë me doktor Arianitin, ka ardhur prej Norvegjisë, edhe kemi bo xhirime në kuadër të dokumentarit. Çka është interesant që në bashkëbisedim të zhvillimit të skenarit për dokumentar, unë po tregoj për një gazetar, thashë është hero jon, ka bo arkivën dokumentimit luftës tonë, fotografi, video, edhe doktor Agimi shumë thjesht thot po ai ka qenë pacienti imi. Me thonë ai ka qenë në atë pjesën kur e në fut prej pashtrikut, në ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kanë rënë në prit, edhe kanë sjell në Gajerak nëse s'gaboj. Ai ka ardhur me disa ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë rënë mina, edhe ka pas në kombën e majt, ka pas predha, mbi 200 predha. I kemi njeh kështu, domethënë, edhe ka pas fraktur, po fraktur pa dislokim, pa të lakuar. Kemi bënë rentgenin, por rentgeni nuk ka qenë bashkëkualitativ, po ku s'ka pas dislokim, na kemi llogarit që po edhe po të ketë se s'kemi bën trajtim të veçantë, se me kon fraktur me dislokim na duhet me qit gipsin ose edhe fiksater, edhe në mal kemi qit fiksater, kuptohet, ortopedët. Edhe kemi trajtuar dikun për 2 javë. Pauli ka qenë. Po, ato e kemi trajtuar ma si ka qenë, edhe ai nuk ka kërku se ky që kush ndërkombëtar ka ardhur çdo dytën, tretën ditë te ne, edhe ky nuk ka desht që të shkon te ta edhe nga Prishtina mandej ose përmes Shkupit të largohet. Edhe nëse nuk gaboj, vetë ka treguar që nëna e tij dhe motra kanë ndesh me bën një incident diplomatik me kërku djalin e tyne, faktikisht motra vllaun, po ky nuk i ka thot nuk du veç përmes shqiptarëve, edhe përmes shqiptarëve është kthy në Shqipëri, përmes pashtrikut ka ardhur përsëri. Domethënë ka bën atë rrugë dhe nuk ka desht, me siguri nuk ka besu që ndoshta serbët do ta marrin dhe do ta trajtojnë kështu. Besimin e plot e ka pas te shqiptarët edhe pastaj vjen si mik te ne, tash është i trajtuar. Për ndryshe ata ku thash paraprakisht e kemi trajtuar, na e kemi çuar në kodë dhe me ato brushat ato e kemi hekse komati, e djegne edhe akon me asi predha të vogla, edhe fragmente të vogla të predhave, po më të eksplozivit, po dhe teshat që ju kanë gjitë që janë djeg ato, e kemi pas shtirë me ja largu, po nësë sikur fëmijën e kemi shtinë në kod, e kemi pastru, e kemi vesh edhe kemi sjellë në spital. E që ka më rëndësi me ndo pak për shikus, Pauli del jashtë, pas 3 muaj trajtimi, e merr veten dhe kthehet përsëri në Kosovë. Prandaj unë e quaj këto një hero të gjallë, bile kur ka qenë